Në një atmosferë plot art dhe emocion, në oborrin e shtëpisë së familjes Jakova në Shkodër u zhvillua për të tretin vit radhazi koncerti Oborri i Tingujve. Aktiviteti u organizua nga mësuesi dhe kompozitori i njohur Lek Jakova së bashku me bashkëshorten e tij, Rudina Jakova, dhe solli në skenën e improvizuar interpretimet e 29 nxënësve të kursit të pianos. Është një kënaqësi për ne, edhe për fëmijët, edhe për fund vitin, sepse është mundi i tonë vitit shkollor, edhe muhan sot performojnë muzikë klasike, autor të mëdhtë muzikës klasike botnore. Nxënësit të moshave të ndryshme interpretuan pjesë të përzgjedhura pianistike, duke demonstruar punën dhe përkushtimin e një viti të tërë. Publiku i përbërë nga prindër dhe mësues duart rokiti me entuziazëm performancat, ndërsa emocionet më të sinqerta ishin ata që vinin nga vetë të veçlit. Sepse dikur kisha i pëlqim shumë të madhe. Të paktën ta pianistë të mëdha ashtu mba me pasa unë qef. Ka pëlqy pianoja, që shko kam qenë i vogël, edhe e kam marrë si pasion, kur treta. Ku ke më tepër dëshirë të interpretosh, në skena shqiptare apo botërore? Në botërorëm, pëlqen më shumë. Ky koncert synon të afrojë të rinjt me artin, duke u krijuar një hapësirë jo formale për të shfaqur talentin dhe pasionin për muzikën klasike.